Në vitin 1999 u krye një eksperiment që mbahet ende sekret. Një eksperiment që do të ndryshojë dhe mendimin tuaj për sa i përket botës që na rrethon. Ndiqeni këtë video me kujdes për të mirën tuaj, kush është rastësisht i bëj like faqes, shihemi sërish dhe dëgjojeni me kujdes. Faleminderit që jemi për herë bashkë. Më 25 qershor të vitit 1999, 300 vullnetar u thërritën që të merrnin pjesë në një eksperiment. Ai eksperiment ndodhi pranë një liçeni të vogël në Japoni. Dhe shkaktari ishte një profesor biolog. Profesor Emoto. Kemi folur dhe herë të tjera, por unë dua të flas për eksperimentin, sepse disa gjëra të tjera janë zbuluar kohët e fundit dhe prap njerëzit flen gjumë. Dhe një pjesë e gazetarëve u përkushtojnë shumë pak rëndësi. Ky është sensi i jetës. Do t'ju them se përse. Në këtë eksperiment, si që thash, ishin rreth 300 njerëz që morën pjesë, vullnetar, sepse duke medituar pranë ujit, pra në sipërfaqen e ujit, mendoi që të mund të ndryshonte përbërjen e grimcave të ujit, të molekulave të ujit. Ju, për ata që nuk janë të informuar, duhet të dini që uji ka memorje dhe ai e ruan memorjen. Por kjo memorje mund edhe të ndryshojë, sepse memorjen që ka, ti mund ta modifikosh me anë të vibrimeve. Po, e dëgjuat mirë. Nuk ka nevojë që ta prekësh, por me anë të mendimit. Dhe tani po ju tregoj se si ndodhi. Gjatë këtij eksperimenti duhet të qëndronin rreth ujit dhe secili duhet të mendonte disa fraza të shkruara nga profesor Emoto. Sepse profesor Emoto kishte bërë një eksperiment përpara këtij eksperimenti, që do t'ja u tregoj pas pak, dhe kishte mbetur enigmë sepse ai duke bërë eksperimentin pa telekamera dhe e bëri në vetmi, mendua se ishte një trillim i tij. Kështu që në këtë rast ai mendoi që të thërriste vullnetar njerëz të thjesht, kush dëshironte, dhe të shkonin që të bënin eksperimentin së bashku. Dhe çfarë bën? Morën molekulat e ujit përpara se të bëhesh eksperimenti dhe i ekzaminuan. Të njëjtat molekula që kishte uji, sepse uji, për ata që nuk e kanë kuptuar, nuk ishte një ujë që rrithte burimi dhe ishte i vazhdueshëm, por ishte i njëjti uji aty. Kështu që morën ujë përpara se të fillonte eksperimenti dhe pas eksperimentit. Pra pasi bën lutjet. Lutjet vazhduan për rreth 12 orë. Dhe pas 12 orësh morën molekulat e ujit. Thash, të njëjtat molekula të ujit përpara se të ndodhte eksperimenti dhe pas si ndodhi eksperimenti. Uji kishte ndryshuar përbërjen, molekulat kishin ndryshuar frekuencat. Po, e dëgjuat mirë. Dhe akoma sot, edhe pse kjo është shkruar në kristallografin e profesor Emotos, por edhe në ditarin e tij, por edhe në konferencat që bëri, në konferenca shkencore, kujdes, prapse sot mbetet ende në sirtar, si një ide ndoshta çmenduri, si se quajnë këta. Dhe do t'i them, kohët e fundit është zbuluar se molekula ka një bërthamën e saj, si mund të quhet, dhe sipër saj është pjesa që e mbron. Dhe kur ne për shembull pim ilaçe, okay? Ne pim edhe ujë, apo jo. Dhe ç'është e vërteta, uji sikur e mbron ilaçin. Pra e mbron që të ndodh ajo që duhet të ndodh. Në kimistët e quajnë këtë një proces placebo, parafërsisht. Pse e quajnë kështu? Sepse për ata që nuk janë të informuar, placebo është një ilaç që nuk është ilaç. Është vetëm sheqer që ti e merr edhe sepse është u shpik për ata që kanë probleme mendore, sepse mendojnë të moshuarit, mendonin që nëse pinin ilaçe do shëroheshin. E kështu që shpikën këtë metodën placebo. Dhe e njëjta gjë parafërsisht ndodh edhe me ilaçet. Pra, por anasjelltas, sepse nuk ndodh në ilaç, ndodh në ujë. Pra uji sikur e mbron ilaçin dhe thjesht e tret. Kurse brenda grimcave, pra brenda molekulave të ujit, ka një fushë magnetike, siç e thon profesorët, nuk e them unë, e thon kimistët, shikoni edhe një video që ka bërë
Corrado Malanga në një test që ka bërë laboratorik dhe sillet në mënyrë krejt ndryshe bërthama. Pra ndryshon strukturën. Dhe unë nuk dua që t'jem shumë specifik për të, sepse nuk është fusha ime, por dua t'ju them në sintezë që ndryshon strukturën bërthama. Por kjo varet nga frekuencat që arrin. Pse? Sepse ti me anë të mendimit mund të ndryshosh. Dhe tani do të tregoj atë çka eksperimenti që e kemi thënë dhe herë tjetër të Emotos, profesor Emoto që bëri vite përpara se të ndodhte ky eksperimenti me 300 vullnetar. Ai mori 3 gota. 3 gota me ujë që ishin të njëjtit burim ose të njëjtit ujë. Jo ujë i përpunuar, por ujë nga një burim. Dhe gotat ishin të njëjta, me qelç i njëjtë, që mos ndryshonte strukturën uji i njëjtë dhe temperatura e njëjtë po atë ditë. Dhe i vuri në 3 dhoma të ndryshme. Dhomat kishin të njëjtën temperaturë, veçse me një diferencë. Ai ishin të mbyllura të gjitha, pra se cila dhomë kishte një gotë, dhe ai shkonte për ditë me këto gotat që i mbushi me ujë, dhe se cilit ujë i fliste. Por uji të parë i fliste keq, i thoshte ti je i qelbur, ti nuk kupton, ti je pis, e tjerë, dhe pastaj shkonte te uji tjetër dhe i thoshte ti je i mirë, je fantastik, je ai ujë që unë dashuroj dhe të dua shumë, ti për mua je jetë, e tjerë. Kurse tek uji tjetër nuk fliste. Shkonte aty brenda vetëm e shikonte dhe nuk fliste. Pra e ignoronte. Okej. Në uji i parë që ai fliste keq u prish. Pra filloi që të kishte alga dhe shumë shpejt. Uji që ai nuk i thoshte asgjë e bëri këtë, pra proces më vonë. Por uji që ai fliste me fjalë të mira jetoi të paktën për 3 muaj. Pra pas 3 muajsh u bën algat, pra u bëi i jeshil. Dhe e dini se çfarë do të thotë kjo? Sepse duket qartë që uji ka jo vetëm memorie, por ndryshon strukturën e tij me anë të frekuencave, pra me anë të mendimit, me anë të zërit, me anë të fjalëve. Kjo është shkencë, nuk është se e them unë, nuk është se po e shpika, por kjo është shkencë dhe e kanë provuar. Bile disa të rinj tani në për rrjetet sociale e kanë provuar disa herë dhe është faktike, ndodh. Tani në këtë eksperimentin që bëri doktor Malanga këtu në Itali, dha një përgjigje vërtet për ta menduar thellë. Ne përveç se pim rreth duke filluar nga 25.000 litra ujë gjatë gjithë jetës sonë, unë mund të pi 50.000 litra gjatë gjithë jetës, sepse pi shumë ujë, por uji, ç'është e vërteta, ndryshon strukturën dhe ai na ndryshon ne. Ne jemi pothuaj 70% ujë, sepse qelizat tona janë komplet ujë. Pra një 70% të tyre. Dhe në qoftë se ne e respektojmë ujin ose sillemi mirë me ujin, ai do sillet mirë në trupin ton. Pra këtë nxori si konkluzion kimisti profesor Malanga. Në sintezë e thashë, pra ti varet se si e përdor ujin, nëse për shembull, sepse është fjala për ujin që ne blejmë, ujin e bler, që është i përpunuar. Ai profesor Malanga thot, ne s'kemi ku shkojmë, thot, sepse na japin atë ujë aty, pra na i kanë ndaluar dhe kanë bërë ç'është e mundur që ujin e burimeve të mos ta pim. Por është pikërisht uji i burimeve që ne duhet të pim. Pra uji që vjen nga mali, ai është uji që ne duhet ta pim, sepse përveç se ne e ndjejmë këtë, sepse e ndjen trupi, e ndjen psikoza jon, e ndjen që ky nuk është ujë i pastër, nuk është ujë i mirë, dhe uji ndryshon frekuencën brenda teje, sepse ti e ke pirë tani, duke e pirë, ai ndryshon frekuencën brenda teje sepse e kupton që ti nuk e do, në sintezë. Kështu që unë e lidha me atë eksperimenti që bëri profesor Emoto, sepse është shumë domethënës, sepse secili prej nesh pi ujë pothuaj çdo ditë dhe pa e kuptuar, ai ujë i ndryshon jetën vet atij njeriu. Shiko, ne nuk I japim shumë rëndësi këtyre dhe këto janë duken për ndonjërin duken si shkenca okulte ose duken si fantazi.
Dhe po t'i vini re, Shqipëria, shqiptarët, me këto informacione, tani kanë filluar. Dhe tani, këto, duke qenë të parat, na duken si çmenduri. Pra, kur kam vënë re, shpesh, kur flasim për argumentat të tilla, që janë pak ndryshe, që janë, le të themi, evolutive, disa nuk e kuptojnë dhe bëjnë komente banale, sepse i klasifikojnë si budalladhëqe ose si prralla, shpesh lexoj çaj ke këto prrava ose prralla. Dhe kështu që është normale, sepse ku ta din të gjorët, ku ta din ata, nuk janë të informuar, janë krejt larg nga këto diskutime, por unë do t'ju lutesha juve që të diskutojmë së bashku, sepse duke komentuar dhe duke folur së bashku, edhe të tjerët tërheqim që të kuptojnë më shumë, për të mirën e tyre, për të mirën e të gjithëve. Kështu që ato njohuri që kam pak, ato pak njohuri që kam, unë i shpërndaj me ju që t'i diskutojmë së bashku. Kështu do i dëshiroja që secili të lë komentin e tij. Do ju falemnderit që jemi për bashkë. Ditën e mirë dhe punë të mbarë sot.